Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Sot po takohemi me një histori që në fakt mua më ka tronditur fare. Është një histori tepër e dhimbshme që më besoni do t'ju bëj dhe ju me lot. Përshëndetje Tiranë. Nuk e di as nga t'ja nis e as nga t'ja filloj. Jam një nën e djegur dhe përvëluar. Jam një nën që shpirti po më digjet çdo ditë dhe nuk e besoja dot që do të filloj të jetoj përsëri. U martova si të gjithë vajzat e asaj kohe, me një burr që më donte pafund, më respektonte pafund dhe më jepte dashurinë më të madhe në botë. I jetova ditët më të bukura të jetës, i jetova momentet më të bukura të jetës. Në jetë solla vetëm një djalë. Një djalë që ma ndriçoi shpirtin, ma gëzoi jetën. Jetoja për të, punoja për të, veproja për të. Ishte momenti më i bukur në jetën time kur shikoja buzëqeshjen në fytyrën e tij. Thurja ëndra. Punoja me orë të tëra vetëm që ai të ishte i lumtur, vetëm që ai të ishte i kënaqur, vetëm që ai të ishte i bekuar, por fati nuk ishte kështu. U rit djali, mbaroi shkollën e mesme, mbaroi universitetin edhe do të shkonte drejt Vienës. Atje për të vazhduar masterin, edhe me shpresën që do të gjente një punë të mirë që do të paguhej, por unë gjithmonë kam qenë kundër paras. I thoja bashkëshortit më mirë të kemi pak e ta kemi djalin në votër, se sa të kemi shumë e pa djalin në shtëpi. Por bashkëshorti im luftonte. Jo, paraja është më e rëndësishmja në jetë. Njeriu pa para është i humbur në këtë botë. Vendosëm që të ikte. Shkoi drejt Vienës. Atje gjeti një apartament me një djalë të huaj që ishte gjerman. Fillimet flisnim në telefon, argëtoheshim, kënaqeshim e jetonim momentin. Ndërsa pas 3 muajsh qëndrimi atje, telefonatat filluan që të rallohen. Nuk na thëriste shpesh, nuk na shkruante mesazhe, arsyetohej që kishte shumë angazhime dhe që shkolla nuk e linte që të ngrinte kokën. Unë si nën e besoja sepse doja më të mirën e timbiri, doja më të mirën ta shoha të lumtur. Muajt po kalonin. Mua më kapte një siklet që i thoja burrit tim që pse nuk ikim ne ta takojmë djalin. Le të ikim ta takojmë. Erdhi viti i ri dhe ne u nisëm drejt Vienës. E takuam, kaluam shumë bukur, ndenjëm 3 ditë të plota. Festuam, u argëtuam, nuk pam asnjë shenjë të mërzitjes, të depresionit, të ankthit tek i biri jon. Mu lehtësua shpirti. U ktheva në shtëpinë time më e frymëzuar se kur. Dhe i thash vetes që unë jam në rregull, djali është mirë, angazhimet të jetuarit në Europë me patjetër që është shumë rëndë sepse dhe punonte. Pikërisht ishte 14 marsi, dita e verës, kur djali mbylli telefonin për gjithmonë. Zgjohem atë ditë në mëngjes dhe si çdo ditë për t'i nisur mesazhin në Viber dhe t'i them mirëmëngjesi e mami të do shumë. E nis mesazhi nuk u pranua. Mendova që është duke fjetur. U bë 1 orë, 2 orë.
Dhe instikti brenda vetes më thonte që thrite. E marr telefonin e thras, nuk ma hap njëri, nuk futet në linjë. Kaloj tër ditën dhe mundohem që nëpërmjet lajkave të Facebookut të gjej mikun e tij gjerman që bashkë jetonin në të njëjtin apartament. Nuk e gjeta dot. Thras prap nuk më hap telefonin dhe e shqetësuar, pas dite i them bashkëshortit që djali i bëj telefon, por nuk më hap telefonin dhe nuk është fare në linjë. Dhe buri më thot, po lëre tani se me shkollën që ka edhe mund të kenë ndonjë udhtim. Ai është i rritur, nuk do të na jap ne sqarime. Në rregull e lash. Atë natë s'kam vënë gjumë në sy. Tepër e stresuar. Ditën e nesërme, në telefonin të bashkëshortit bie një numër i huaj. Në fillim e hapëm dhe nuk foli. Pas 10 minutash, cingëron përsëri. Dhe pas telefonit u tha që duhet të udhëtoni për në Vjenë, sepse ka ndodhur një ekzekutim në një apartament dhe djali në fjalë duhet të jetë djali juaj. Për mua ishte një bombë e madhe. Nuk dinim as kur është avioni, nuk dinim si të shkojmë, thjesht kemi shkuar në një agjencion, kemi marrë biletën e parë dhe kemi ikë. Shkuam në spitalin e Vjenës, konkretisht në morg, atje ku ishte djali. E hapën kanellën dhe ç'të shohim. Ishte biri jon brenda në morg i vdekur. Për mua ishte një shok i madh. Nuk mundesha ta besoj në asnjë mënyrë. Ishte e tmerrshme, fajsoja veten, fajsoja burin, pse e lash. Por duheshte të pranojmë realitetin që ndodhi. E kthyem në vendin ton, u varros djali dhe sot po bëhen 1 vit. Nga trishtimi, nga dhimbja e dokumentacionit, jo e vdekjes të djalit. Nga dita që na e kthyen djalin, dokumentat zjatën mbi 8 muaj. Nuk i merrnim dot sepse thonin që duhej të mbaronte ligji. Nuk u gjeta as pak se kush e vrau Timbir. Jam me shpresë se e vërteta do të del. Por çdo natë e shoh në ëndër. Më mungon shumë. E fajsoj burin, e fajsoj veten. Jeta jon ka ndryshuar shumë. Doja ta ndaj këtë histori sepse shpirti më dhimbset. Këto janë lotët e një nënës.